Jemi. Tre në mali në zi. Kanë përfundu punën e koordinimit. Dhe si këtu bjektesh të pësohet në të pësohet në të reshikuar dhe në pini i rëve zezë të statin vogër. Zezë të shkartonit në gjantë në rrisë. Përshëndetje, si jeni? Inxinjerë të. Po inxinjer, hajde më inxinjer, hajde. Respekte. 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 Inxinjer. Jeni, në thellë. Si duket si jeni? Mirë. Kemë filluar punimet në nëntor, është rruga që lidh Shirokën me fshatin Zogaj, me doganën e malit Zi. Rruga është 6.5 km e gjatë, 4.5 km e parë janë zgjerimi i rrugës ekzistuese, që është buz liqenit, kurse më tej në fshatin Zogaj kalon me bypass. Punimet si që tash kanë filluar në nëntor të vitit kaluar dhe do përfundojmë brenda një viti. Rruga ka dhe korsi bicikletash në pjesën e liqenit. Kjo shkon te pika kufitare kryeministër këtu, ku bën edhe lidhje me pjesën e Malit Zi, që është shumë interesante, hape e gjithë frontin. Përfundon. Si fillim ne kemi punuar me zgjerimin e rrugës ekzistuese dhe me pjesën e bypassit, me të përfunduar kërmimet do vazhdojmë edhe me strukturët. Perfekt. Është do në zbërshme dhe kjo dhe hapin një tjetër loj këtu në gjithë të zonë, në perspektiv tjetër komplet. Krijon krejt lidhjen edhe oferta turistike pastaj bëhet bashkë me Malit Zi te pjesa e krajës që lidhet. Plus nga ana teknike rruga është e bërë gati 10 metra shkon e gjerë, edhe dy korsitë e rrugës, edhe pjesa e rrugës bicikletave, lidhje me bicikleta, është investim shumë i kompletuar besoj. Edhe shumë i mirëpritur për zonën. Shumë i mirëpritur. Bukur shumë. Shumë bukur. Kjo është fantastike. Po, shëndive lipoja, si po shkon po baro? Ujve shgati. Punimet e specialistike dhe kontinu guardere dhe ndërqimit e Mos bërë lidhja pasër plotë gjitha, spektaklet dhe. Në 15 këtyre është